Kalojmë një ditë bashkë. Për sot kisha shumë gjëra për të bërë, por nuk u çova dot herët, u bëra gati shpejt e shpejt. Bëra skincare-in dhe një make-up shumë të thjeshtë vetja. Më pas shkova për të bërë make-upin me Gipojanit, bëm një make-up për Halloween. Ishte shumë fancy gjë. Rikrijuam lookun e Neni McPhee për Halloween sigurisht dhe për episodin e përputhshëm. Është pak më ndryshe se make-upet që bëj zakonisht, por më pëlqeu shumë që bëra diçka ndryshe. Vetëm hunda që ishte pak e vështirë sepse nuk kisha prosthetic, e kam bërë me plastelinë që thahej. E formova formën e hundës në moment. Më vonë ndryshova look, mund të jetë hera e tretë që kam stiluar vlogët për sot. Përfundimisht i drejtova me Dyson. Më vonë bëra drekën dhe shoqërova me një nga këto lëngje. Këto janë 100% natyrale dhe nuk kanë sheqer të shtuar. Dhe janë plot vitamina, gjë që më pëlqen shumë. Nëse duhet të zgjedh dy nga këto shije, do thoja ajo me portokall dhe me luleshtrydhe janë dy nga të preferuarat e mia. Sidomos ajo me luleshtrydhe. Ka që luleshtrydhet janë dhe fruti im i preferuar. Më vonë dola për të pirë një matcha, pastaj shkova në shtëpi sepse duhet të editoja videon e YouTube-it se s'bën. Sepse nuk më ka dalë koha ta editoj fare këtë ditë. Në darkë u bëm një grup për të parë një film në kinema. Bëm dhe pak Halloween shopping para. Ikëm për të parë disa dekore për shtëpinë dhe po kërkoja një paruke për Halloween. Që nuk e gjeta. Por s'ka gjë se do bëj diçka tjetër. Dhe mbylla ditën duke parë këtë filmin Regretting You. Që nuk na pëlqeu shumë, por gjithsesi ishte shumë fan sot.